Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, po përflitet së fundmi si një ndër emrat e mundshëm për të moderuar 2 netët finale të spektaklit Yjet të diasporës. Në llogarinë zyrtare të emisionit, në Instagram është publikuar një foto me siluetën e një vajze misterioze e shoqëruar me pyetjen: cila do të jetë moderatorja e gjysmëfinales dhe finales? Menjëherë pas këtij postimi ndjekësit kanë vërshuar me komente, ku shumë prej tyre janë tërbindur se bëhet fjalë pikërisht për Eglin, duke bërë dhe afrimin e saj me ekranin pas daljes nga shtëpia e famshme. Ky padyshim nuk vjen pa arsye. Gjatë një bisede me Ledion Liçën, ai sugjeroi Eglit se e shihte me potencial për të qenë një moderatore e denjë për ekranin shqiptar. Me sa duket, fjalët e Ledionit po marrin formë shumë më shpejt nga sa pritej. A do të pëlqeni t'ju Egli Takun si një fytyrë të re të ekranit? Lini komentin tuaj poshtë videos. Nga ana tjetër na duhet t'ju themi se lidhja e saj me Gjesin me sa duket është në krizë, por nga ata të dy ende nuk ka asnjë lloj reagimi.